A ke ndëruar ndonjëherë të jesh dikush që nuk lëndohet? Dikush që kur dikush të kritikon, nuk shembet brenda. Dikush që kur braktiset, nuk e humbet veten. Dikush që kur dikush të tradhton, nuk mbarta të plag me vete me vite. A ke menduar ndonjëherë pse disa njerëz duken si të paprekshëm, ndërsa unë ndihem sikur çdo gjë godet pikërisht atje ku më dhemb më shumë? Ke provuar të bëhesh i fortë. Ke provuar të mos tregosh se të kanë lënduar. Ke provuar të distancohesh, të mbyllesh, të ndërtosh atë mur të brendshëm që nuk kalon dot asgjë. Sepse për sa kohë përpiqesh të largohesh nga dhimbja, ajo vazhdon të kontrollojë. Por muri nuk funksionoi, sepse brenda ende lëndohesh. Sepse ata njerëz, ato fjalë, ato heshtje ende kanë fuqi mbi ty. Dhe kjo është pikërisht ajo çfarë do të kuptojmë sot bashk. Sot do të sjellim në dritë çdo gjë që të lëndon nga errësira. Pse lëndohesh kaq thellë nga të tjerët? Pse mbrojtja nuk funksionon? Dhe si të bëhesh vërtet i paprekshëm, jo duke u mbyllur, por duke u bërë i plot, sepse fuqia e vërtet nuk është të mosqenurit kur i lënduar, por i të njohurit të vetvetes edhe kur je i lënduar. Le të fillojmë me diçka të vështirë. Dikush të tha një fjalë dhe u lëndove për javë. Dikush nuk të përgjigjet dhe fillove të dyshosh në vlerën tënde. Dikush të la dhe ndihesh sikur diçka thelbësore u mor me vete. Dëgjo me kujdes çfarë do të them tani. Nuk është fjala ajo që të plagosi. Nuk është heshtja ajo që të shkatërrojë. Nuk është largimi ai që të mori diçka. Është se ato gjëra gjetën brenda teje diçka që tashmë ishte e plagosur. Mendoje kështu. Nëse ke një krah të shëndosh, dhe dikush e prek atë, nuk dhemb. Por nëse ke një kock të thyer dhe dikush të prek atë krah, bërtit i gjithë trupi. Reagimet tona të mëdha ndaj gjërave të vogla nuk janë dobësi. Janë shenja të plagëve të vjetra që nuk janë shëruar, traumave të vjetra që asnjëherë nuk u trajtuan. Janë ai boshllëk që e kamuflon me ashpërsi të egzageruar, me atë krenari, me atë nevojë dëshpëruese për të dukur në rregull. Jungu e thotë, dhimbja që e ndjejmë nga të tjerët nuk është krejtësisht e re. Ajo aktivizon diçka që ekziston tashmë brenda nesh, një plag, një frikë, një bërtham besimi të vjetër për veten. Frika e braktisjes, ndjenja e pamjaftueshmërisë, besimi i fshehur se nuk je mjaftueshëm i mirë. Këto nuk u krijuan dje. Janë të vjetra. Janë të tuajat, jo të tyre. Dhe ky është lajmi i mirë. Sepse nëse dhimbja është brenda teje, zgjidhja gjithashtu është brenda teje. Jo tek ndryshimi i sjelljes së të tjerëve, tek shërimi i plagës tënde. Dhe ja një e vërtetë e sikletshme. Ti ende vuan aq shumë, sepse në një farë shkallë ti beson se ti mund ta kontrollosh se si bota të trajton. Ti ende mundohesh të jesh i mirë mjaftueshëm, i fuqishëm mjaftueshëm, i mençur mjaftueshëm, sikurse kjo të garantojë se askush nuk do t'ju lëndojë. Por kontrolli është një iluzion, dhe derisa nuk do t'i ndahesh atij, do jetosh në tension të vazhdueshëm, duke u munduar ta kontrollosh të paevitueshmen, të predikosh atë që nuk mund të predikohet. Çka të duhet nuk është më shumë kontroll, por më shumë ndërgjegjësim. Tani, ndalo për një moment dhe pyet e veten. Kur reagoj shumë ndaj fjalëve ose veprimeve të dikujt, çfarë emocioni i vjetër po ngjallet brenda meje? Mos nxito të përgjigjesh. Dëgjo çfarë del. Por para se të arrijmë tek shërimi, duhet të kuptojmë se pse kaq shumë prej nesh zgjedhin rrugën tjetër. Rrugën e murit, rrugën e mbylljes, rrugën e nuk më intereson më. Pjesa 2. Pse muri nuk funksionon? Kur lëndohemi shumë herë, trupi dhe mendja mësojnë. Mësojnë të mos besojnë, mësojnë të mos shpresojnë shumë, mësojnë të mbajnë distancë, sepse distanca na duket si mbrojtje. Ndërtojmë mure rreth zemrës, mure rreth ndjenjave, mure rreth nevojës për të tjerët.
Dhe në fillim, muri funksionon, ndihet si lehtësi, si kontroll, si fuqi. Nuk më prek dot, nuk mund të më lëndojnë, jam mbi gjithçka. Por pastaj, vjen diçka e çuditshme. Muri nuk bën dallim. Mban larg dhimbjen, po, por mban larg edhe lidhjen e vërtet. Edhe dashurinë që kërkon të hyjë, edhe gëzimin që duhet të hapesh për ta ndjerë. Dhe njëkohësisht vjen edhe një paradoksi i madh. Sa më i lartë muri, aq më të ndjeshëm bëhemi ndaj çdo gjëje që mund ta thyej atë. Sepse muri nuk eliminoi plagën, e fshehu atë, e bëri të padukshme, por jo të parëndësishme. Dhe plaga e fshehur vazhdon të veprojë nga errësira. Prandaj ndodh kjo. Dikush me mure të larta shpesh shpërthen për gjërat më të vogla. Sepse janë të stresuar nga mbajtja e murit, janë të lodhur nga roja e vazhdueshme. Dhe kur diçka kalon nga muri, kalon gjithçka menjëherë. Kjo nuk është forcë, është lodhje e maskuar si forcë. Jung e bëri të qartë kur tha: derisa sa nuk e bëjmë të pavetdishmen të vetdijshme, do na drejtoj jetën dhe ne do ta quajmë fat. E pavetdijshmja, një forcë aktive, një sistem i tërë memoriesh, frikrash, dëshirash dhe traumash, që ti nuk don t'i njohësh, por që të drejtojnë mënyrën se si ti ndihesh dhe se si ti reagon. Sa vite ke shpenzuar duke rezistuar dhimbjen, sa energji ke harxuar duke mbajtur larg, dhe ende është aty, apo jo? A dëshiron të bëhesh dikush që nuk lëndohet më? Atëherë ndalo se ikuri nga ajo që qëndron brenda teje, sepse për sa kohë që nuk e njeh të pavetdijshmen tënde, ti do jesh një lojë e emocioneve të tua, sepse ne nuk mund të ndryshojmë asgjë që nuk e pranojmë. Nëse ke ndjerë ndonjëherë këtë lodhje, lodhjen e mbajtjes së murit, shkruaj e njoh në komente. Do të habitesh sa shumë njerëz ndjejnë saktësisht të njëjtën gjë. Pra, nëse muri nuk funksionon, çfarë funksionon? Çfarë i bën që disa njerëz, pasi kanë kaluar në përhumbje, tradhti, braktisje, dalin më të qëndrueshëm, jo më të thyrë? Përgjigjja nuk është ajo çfarë mendon. Çfarë fsheh brendia jote? Sa herë që dikush nga jashtë të godet, ata nuk po të godasin ty, po godasin hijen tënde. Ato pjesë të fshehur, të pashëruar, të paintegruar. Dhe ajo pjesë, kaq e ndjeshme, kaq e gjallë, kaq e paprekur, reagon si e plagosur, sepse është e plagosur, është e paintegruar. Jung thot, nuk mund të bëhesh i paprekshëm duke e fshehur plagën. Bëhesh i paprekshëm kur plaga shërohet. E vërteta është se hija nuk largohet vetëm sepse ti nuk e pranon, por vetëm gjen mënyra më të dëmshme për t'u manifestuar, si lidhje toksike që i përsërit si cikle vetë sabotimi, në frikrat dhe ankthet që shfaqen edhe kur çdo gjë duket se shkon në rregull. Dhe shërimi fillon me njohjen, me shikimin e drejt për drejt, me guximin për të thënë, po, kjo më dhemb, dhe unë e kuptoj pse. Sepse çka do të thotë të jesh vërtet i paprekshëm? Ti bëhesh i paprekshëm kur e kupton se askush nuk mund ta prek atë që tashmë është pranuar brenda teje. Kur ti integron hijet e tua, ti ndalon së reaguari ndaj çdo gjëje. Ti observon, ti zgjedh, ti nuk reagon emocionalisht. Dhe kjo është liria e vërtet. Pyet e veten tani. Cili lëndimi vjetër po flet sa herë që reagoj shumë ndaj fjalëve të dikujt? Çfarë besimi për veten po aktivizon ajo situatë? Dëgjoje ato pyetje. Mos nxito. Përgjigjja e parë që del, shpesh, është ajo e vërteta. Integrimi, e vetmja rrugë drejt lirisë së vërtetë. Integrimi është fjala që Jung e vendos në qendër të çdo transformimi të vërtetë. Integrimi nuk do të thotë të idealizosh dhimbjen, nuk do të thotë të jetosh brenda saj, nuk do të thotë të harrosh atë çfarë të bën. Do të thotë të mos luftosh më kundër asaj çfarë ekziston brenda teje. Mendoje kështu. Kur ke një plag fizike dhe e mban të hapur, infektohet. Por kur e trajton, e pastron, e pranon, i jep kohë, shërohet. Dhe pas shërimit, në atë vend formohet ind i fortë, më i fortë se lëkura origjinale. E njëjta gjë ndodh me plagët emocionale. Individuimi, tha Jungu,
nuk është një proces perfekt, por një proces integrimi. Ti nuk ke nevojë të bëhesh një person më i mirë, ke nevojë të bëhesh një person më i plot. Por kjo rrugë kërkon diçka. Guxim. Guximin të shohësh brenda vetes, guximin të ndjesh, sepse është pikërisht në dhimbje vendi ku transformimi ndodh. Kur integron dhimbjen e braktisjes, ndalon të shkatërrohesh nga çdo largim. Kur integron frikën e pamjaftueshmërisë, ndalon të jesh i varur nga miratimi i të tjerëve. Kur integron zemërimin e fshehur, ndalon të shpërthesh pa kontroll dhe ndalon të jesh pasiv-agresiv pa e kuptuar. Nuk bëhesh i ftohtë, bëhesh i lirë, dhe kjo liri ndihet kështu. Dikush të kritikon. Ti ndjen diçka, por nuk e humbet veten. Dikush të lë, dhemb, por nuk shembet bota. Dikush të tradhton, e pranon realitetin pa e mohuar. Por nuk bëhesh viktime ti, sepse baza jote nuk janë ata. Je ti. Por kjo rrugë kërkon diçka, kërkon guxim, guximin të shohësh brenda vetes, guximin të pranosh, guximin të ndjesh, sepse është pikërisht në dhimbje vendi ku transformimi ndodh. A i ke provuar ndonjëherë këtë liri, sa do e vogël qoftë? Ose a e dëshiron? Shkruaj në komente, çfarë plage dëshiron ta lësh sot? Ky vend është i sigurt. Por integrimi nuk ndodh vetëm duke menduar pozitivisht. Nuk ndodh duke lexuar libra dhe duke parë video, sa do të mirat jenë. Ndodh kur vendos, me vetdije, të ndryshosh marrëdhënien tënde me dhimbjen. Dhimbja, ajo gjë që ti e mendove si armik, që i ik me aq ngulëm, mund të jetë vendi ku transformimi yt ndodh. Si i vogël, ti mësove se të qash është shenjë dobësie, se të ndihesh shumë të bën të prekshëm, vulnerabël. Dhe kështu filloi udhëtimi yt i të ikurit nga ajo, të mohuarit e saj, të largimit nga ajo. Por dhimbja nuk është një armik, por ajo mund të bëhet porta drejt transformimit tënd të vërtet. Dhimbja e njoruar nuk largohet, ajo ndryshon formë dhe shfaqet si ankth, si zemërim, si mërzitje, si impulse vetë shkatëruese. Jungu tha, dhimbja është mesazhi i shpirtit. Aty ku gjendet plaga, aty hyn drita. Dhe diçka, vuajtja dhemb aq shumë, sepse ti ende je në luftë mes të vjetrës dhe të rejes. Një pjesë e jotja dëshiron të rritet, ndërsa pjesa tjetër dëshiron t'i mbajë gjërat ashtu siç janë, sepse kjo i jep ndjesinë e kontrollit. Sepse ndryshimi dhemb, sepse rritja dhemb. Dhimbja nuk është dështim, është pjesë e procesit, por shumica e njerëzve nuk duan ta kalojnë atë rrugë të errët. Pjesa 5. Si të bëhesh vërtet i paprekshëm. I paprekshëm. Fjala që e dëshiruam në fillim të kësaj videoje, por tani e kuptojmë se do të thotë diçka tjetër nga ç'mendonim. I paprekshëm nuk do të thotë nuk ndjen. I paprekshëm nuk do të thotë nuk lëndohesh kurrë. I paprekshëm nuk do të thotë je mbi të tjerët, i ftohtë, i shkëputur, i pandjeshëm. I paprekshëm do të thotë fjalët e të tjerëve nuk mund të shkatërrojnë diçka që ti tashmë e ke ndërtuar brenda vetes tënde. Kur dikush je, me të gjitha anët, me plagët, me forcën, me frikrat, atëherë askush nuk mund të të tregojë kush je. Kur ke shëruar lëndimet e tua, askush nuk mund t'i aktivizojë ato pa dijenin tënde. Kur nuk ke nevojë të fitosh çdo argument, të jesh i dashur nga të gjithë, të jesh perfekt gjithmonë, atëherë kritikat humbasin efektin. Jo sepse nuk ekzistojnë, por sepse nuk gjejnë ku të mbërrijnë. Jungu e quajti këtë individuim, procesin i të bërit plotësisht vetvetja. Jo perfekt, jo pa dhimbje, por i qëndrueshëm nga brenda. Pak njerëz kanë guximin t'ia fillojnë procesin të individuimit, por edhe më pak ta mbarojnë atë proces, sepse kjo rrugë s'është e lehtë, nuk e mbron egon tënde, përkundrazi e shkatron atë. Kjo rrugë të mëson se kush je me të vërtet, por më e rëndësishmja të mëson se kush nuk je. Dhe kjo dhemb edhe më shumë se braktisja e jashtme. Sepse gjithçka që të definoi deri tani ishte një iluzion. Ti nuk je traumat e tua, nuk je arritjet e tua, nuk je persona që e ndërtove për të mbijetuar. Dhe mbijetesa nuk është e njëjtë me jetesën. Njeriu i individuar nuk ka nevojë të kontrollojë se si e trajtojnë të tjerët.
sepse vlera e tij nuk varet nga ata. Kjo është forca e vërtet. Jo muri, bërthama. Ti nuk ke më nevojë të dukesh i fortë, të ndërtosh mure, të fitosh çdo argument sepse tani e di kush je, dhe askush nuk mund të marrë atë nga ti. Kur ndalon të luftosh, fillon të jetosh. Ke dëgjuar shumë gjëra sot. Ndoshta, disa prej tyre të kanë goditur. Ndoshta ke ndier diçka që kurrë nuk e ke emërtuar. Dua të lë me këtë. Për gjithë kohën që ke kaluar duke u munduar të ndërtosh mure kundër botës, imagjino çfarë mund të kishe ndërtuar brenda vetes. Forca që ke kërkuar jashtë, gjithmonë ka qenë brenda. Por ajo nuk gjendet duke u fshehur. Gjendet duke e parë plotësisht. Lëndimi nga të tjerët është real. Tradhtia, braktisja, kritika janë reale. Dhimbja është reale. Por ata njerëz kanë fuqi mbi ty vetëm për aq kohë sa brenda teje ka diçka të paprekur, të pashëruar, të pa integruar. Sa po fillon atë punë të brendshme, sa po fillon të shohësh plagën dhe ta shërosh, jo ta fshehësh, ata njerëz, ato fjalë, ato veprime nuk kanë më të njëjtën fuqi. Jo sepse u bëre i ftohtë, por sepse u bëre i plot. Dhe njeriu i plot nuk shëmbet nga fjalët e dikujt, nuk humbet veten nga largimi i dikujt, nuk kërkon miratimin e dikujt për të ndjerë se meriton të jetojë. Ky është lirimi. Ky është momenti kur ndalon të luftosh me botën dhe fillon të jetosh brenda saj. Shihemi herën tjetër. Vazhdoje rrugën.